Kuvendit, të nderuar deputet, kemi sjellë në këtë seancë një nisëm ligjore që ka marrë miratimin pas diskutimit të detajuar në Komisionin Parlamentar për një nisëm të rëndësishme që nuk është thjesht një ndërhyrje në ligjin ekzistues për të huajt, por një hap strategjik i ri i Shqipërisë me të drejtë për të sigurt dhe më të përgatitur për të përballuar sfidat e së ardhmes. Projekt ligji është në përmbushje të angazhimit të drejtë për drejtë të qeverisë shqiptare për të garantuar të drejtat themelore të çdo individi që kërkon të jetojë, punojë dhe integrohet në vendin tonë. Ai vjen si pjesë e zbatimit të strategjisë kombëtare për migracionin, që jep fund një epoke dhe qasjes fragmentare, i hap rrugë një menaxhimi të integruar, efikas dhe human të migracionit dhe kufirit. Në këtë nisëm të propozuar po veçoj 3 shtylla kryesore: së pari, garantimi i të drejtave dhe mbrojtja sociale për migrantët, refugjatët dhe azilkërkuesit. Nisma u jep fund pasigurive ligjore që për vite të rënduar dhe për vite të radhë mbi shumë individ të cilët ka pasur dhe vonesa her pas here. Ajo mundson akses dhe programe integrimi, shërbime sociale dhe juridike, si dhe proces më të qartë për të drejtat e aplikimit. Së dyti, përmirësimi i procedurave dhe digitalizimi i tyre. Kemi thjeshtuar dhe shkurtuar afatet për aplikim, duke e bërë më të lehtë për punonjësit shumë të kualifikuar të huajt, që të kontribuojnë me aftësitë dhe përvojën e tyre në zhvillimin e vendit tonë. Së treti, është krijuar një kuadër institucional më i fortë dhe më i koordinuar për menaxhimin e migracionit. Për herë të parë, përgjegjësitë e institucioneve janë më të qarta, më të lidhura me njëra tjetrën në mënyrë funksionale dhe llogaridhënëse. Këto ndryshime janë pjesë e përmbushjes së detyrimeve tona ndërkombëtare në kuadër të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe konkretisht përputhen me kërkesat e kapitullit 24 të AKI-s dhe BE-s që lidhet me drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Nga ana tjetër, projekt ligji është një investim për Shqipërinë e së nesërmes, duke krijuar një klimë të favorshme për investitorë të huaj dhe një sistem të drejtë për migrantët. Ne propozojmë kështu vendin si në qendër tërheqëse në rajon, një vend që nuk i mbyll dyert askujt, por i hap me përgjegjësi dhe me dinjitet. Në këtë kuadër, ndryshimet për lejen unike për punonjësit shumë të kualifikuar, rregullat e bashkimeve familjare dhe shkallët e ankimimit janë më të shumtë se dispozitat ligjore. Ato janë shprehje një vullneti për të ndërtuar një sistem të bazuar mbi një dinjitetin njerëzor, sundimin e ligjit dhe besimin në institucionet shtetërore. Po ashtu, nisma është pjesë e udhërfysit për shtetin e së drejtës, duke siguruar që çdo hap që ndërmarrim në drejtimin dhe menaxhimin e migracionit është i mbështetur në standardet europiane dhe në respekt për të drejtat e njerëzit. Të nderuar deputet, ky projekt ligj nuk është vetëm një domosdoshmëri ligjore, është një shprehje e vizionit ton për një Shqipëri të integruar, të drejtë dhe të hapur ndaj mundësive të reja. Një Shqipëri që nuk friksohet nga ndryshimi, por udhëheq atë me mençuri dhe përkushtim. Sot ne nuk po ndryshojmë vetëm një ligj, po ndërtojmë një sistem të tërë, një sistem që do të jetë më transparent, më i shpejt, më i drejtë dhe më i denj për një vend që synon që të jetë shpejt antar i denj i familjes europiane. Faleminderit.